Përshëndetje gjithëve. Në mbledhjen e qeverisë në fakt kaluam disa akte të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, po atë që do ndalem sot është një akt i rëndësishëm i marrë në kuadër të masave subvencionuese që qeveria shqiptare ka marrë në kohën e krizës së hidrokarbure dhe bëhet fjalë për masën e subvencionimit për transportin qytetës, ndër qytetës dhe rreth qytetës. Kujtoj që para rreth një muaj ne jemi ulur me shoqatat e transportit si dhe me përfaqësues të bashkive bashkë me Ministrinë e Ekonomisë dhe jemi ulur në tryezë dhe kemi dëgjuar gjitha shqetësimet dhe problematikat e tyre. Në atë kohë ne dhamë fjalën që do kishim një masë subvencionuese, siç kishim edhe në kohën e vitit 2022 dhe konkretisht sot e kemi miratuar që bëhet fjalë për një kompensim në masën 50 lekë për litër për gjitha shoqëritë e transportit publik, të transportit qytetës, ndër qytetës dhe rreth qytetës, dhe po ashtu një lajm i mirë tjetër që përsëri ne u angazhuam në ato takime që kemi bërë me gjitha grupet e interesit të transportit është që këtë masë subvencionuese do e fillojmë që në muajin mars, kur kishim dhe fillimin e efekteve të krizës. Dhe në këtë kuptim kemi përmbushur një angazhim të marrë me grupet e interesit dhe sipas dakordësisë përkatëse.